Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po siç e dini, pjesë e kësaj magazini informative është edhe biseda në studio. Një ditë më herët në emisionin frontal ishte nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, Nasim Haradinaj, i cili përpos tjerash foli edhe për zhvillimet sipas tij që po ndodhen në organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës, për çka akuzoi udhëheqjen e kësaj organizate, me konkretisht zotin Gucati, për disa keqpërdorime në këtë organizatë, e pashtu ai tha se për shkak të këtyre keqpërdorimeve është larguar nga organizata sekretari i OVLUÇK-s. Dhe unë kam ftuar në studion e emisionit frontal, në pjesën e dytë të emisionit frontal, ish sekretarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës, Ramadan Gashi, i cili pashtu një ditë më herët ka reaguar ndaj deklaratave të zotit Nasim Haradinaj. Por do të kemi edhe shumë informacione tjera, para së gjithë është titulli kryesor. Këshilli gjyqësor nuk i rikthen në punë gjyqtarët serb të dorëhequr, Albulina Haxhiu mirëpret vendimin. PDK dorëzon kallëzim penal ndaj Avni Deharit, thotë se si kryesues e keqpërdori detyrën. Vdes në burgun e Hagës kriminali i luftës Ratko Mladić, kasapi i Bosnjës po vuan të dënimin në burgim të përjetshëm. Në dy aksidente që ndodhen brenda pak orësh në Kosovë, vdiq një person, 9 të tjerë pësuan lëndime. Emisionin frontal për sot nisim një rast të rëndë që ka ndodhur para disa vitësh në fshatin Glogjan të Deçanit, atje ku në një autobus u vranë 3 persona. Ka vazhduar deri para pak ditësh procesi gjyqësor dhe ka përfunduar si i tillë, madje ata të cilët akuzoheshin për këto 3 vrasje janë shpallur të pafajshëm. Për emisionin Kosova Live këtu në televizionin të shtatë kanë folur familjarët e viktimave. Edhe 4 muaj e ndojnë atë nga përvjetori 5 i vdekjes së vajzës së saj. E veç 3 ditë më parë, ajo e kuptoi se të akuzuarit për vrasjen e saj u shpallën të pafajshëm. Nëna e Gentiana Mustafajt nga Glogjani i Deçanit, Burbuqja, e kujton me mall ditën e fundit me të bijën e saj. Mam tha, qa ka me hongër? Thash vallaj mam ka sabah, thash ka dush të bëj diçka, ama ka hongër. Nikolat që gjysë ka hongër. Dhe shku vesh, një herë i ka vesh dhe tesha kështu, po si kanë pëlqy, i kish pandru teshat. Edhe s'dishka jam dalu në dishka në hodnik, mas mëram të e kum pashtu në supë. Mes lotësh rrëfin momentin kur e kuptoj se çfarë kishte ndodhur. Atëherë Florimi tha pse s'po ma qel, tha Genta telefonin, a din? Tha shka dalë për se të ko kiamet, apo din? Se nashta tash vjen, apo din? Ku po vjen djali po kallëzon, nebes në kanë kallëzu, këta konet kishin pa ditë. Musë kanë kallëzu një copë herë të isa ardhë, ka kallëzu shtu kunati. E babaj të ndjerës, Florim Mustafaj, tregon edhe për shkrimet e shoqërisë së saj në momentin kur ndodhi rasti tragjik. Ja kanë zonë prej në autobusit, e ka vrarë shoferi me një fishek, ka gjujt apet edhe fishek tjera, ka kap Genten, ka kap ta djalin e Turkaj, është i plagosën. Edhe Ledi që ka kap. Ledin e ka kap. Ledi ka denjë dhe që ndogët e kanë qëtë gjallë, ka jep shpjeta Genta, ka pas të plagët edhe ka dirë gjakin, në artherën e gjakit e vend që e kanë putë. Madje ndihet i zhgënjur nga organet e drejtësisë për vendimin e marrë, por edhe nga veprimet të cilat familja e të akuzuarve i bënin në seanca. Nuk unë këtë drejtësi shumë imi zhgënjym. Dhe që në valed, mira pishmonit pëse kemi lëftu për këtë vamë. Dhe familjarët e dëshmorëve jonë zhgënjym me këtë rast. Se si ata që jonë dhe se one njësa jemi. Unë e lypi drejtësi për këtë, edhe s'ko më shkosh, dhejsa del drejtësi janë vanë. U keshin nër veti, u qafshin nër veti, e unë e qikën në tokë, 17 vjeqe, unë e s'kom qafë mo. Por, tragedia nuk undal vetëm të Genta. Aty e pësoj edhe shoku i saj 17 vjeçar Ledion Hamzaj, edhe shoferi autobusit Gane Gjokaj. Sikur të ishte sot, xhaxha i Ledionit kujton momentin kur mori vesh lajmin për humbjen e nipit të tij, e dhimbjen e ka ende të freskët. Tha bac, tha më sugu më shta. Tha se edhe Ledioni shkaj.
Ai tregoi edhe para lajmërimit të cilin babai i akuzuarve u kishte bërë para se të ndodhte akti. Baba i djemve, lokal midis fshatit. Jem kohën unë, kohën beqa vlau. Njërë kohën edhe ishë shumë tjerë të pi kafën me gjesë. Edhe aj me beqin tavolinë. Se më hajme jetës në veti. Tha shokë mos rrini bashkë gafil, mos rrini bashkë lirë. Se mëna 2 javë ka me pas akt terrorizm në gjanë në autobus. E i njëjti nuk do të ndalë deri në momentin që drejtësia të dalë në dritë. Në bazë dëshmitarve, mu a i shoqi ma ka gjakit bërqë. Betër mua që ke drejtësi, që ti në duhet të zitë bardhë, e të mua ziti me pikat zeza, s'ka gjume da. Se kënë dhe fjallën, kur teshet me duhet për zitë, ka fjallë me mu. Pas vendimit lirues të gjykatës së Pejës, prokuroria e rastit Saide Gashi ka thënë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për një rast të dhunimit që ka ndodhur brenda burgut të Dubravës. Aty ku po vuante dënimin në burgun e Dubravës e raportoi një rast të rënd. Një i burgosur i tha policisë se 3 të burgosur, të tjerë fillimisht e kishin sulmuar fizikisht e më pas e dhunuan seksualisht. Viktima, siç tregoi policia, ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe është dërguar për trajtim në spitalin e Pejës. Është pranuar informata se ka ndodhur një rast dhunimi. Viktima, mashkull kosovar, ka deklaruar se 3 të dyshuar meshkuj kosovar fillimisht kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tij dhe më pas e kanë dhunuar seksualisht. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor në spitalin e Pejës. Për rastin ka folur edhe zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, i cili ka konfirmuar se ndaj 3 personave është iniciuar rast për veprën penale të dhunimit. Në qendrën korrektuese të burgut të Dubravës është raportuar për një rast të dhunimit, mes rast viktima ka pranuar trajtim mjekësor dhe me urdhën e prokurorit të shtetit të dërguar për ekzaminime të nevojshme, ndërkëse ndaj 3 personave është iniciuar rast për veprën penale të dhunimit. Njëkohësisht janë autorizuar policia e Kosovës dhe institucionet tjera përkatëse që t'i kryejnë veprimet e nevojshme hetimore, të cilat dëshirojnë rrethanat e këtij rasti të ndjeshëm. Ndërsa avokati Gjevdet Smakiqi tregon për të drejtat e viktimës pas rastit të rënd. Shërbimi korrektues i Kosovës, siç kemi pa edhe viteve të fundit, po edhe prej fillimit ka qenë duke u ngritur, është standardizuar, respekton standardet ndërkombëtare, por duhet të ketë më shumë monitorim, duhet të ketë më shumë mbikëqyrje dhe gjithashtu edhe edukim. Ai gjithashtu kërkon më shumë monitorim në qendrat korrektuese. Përfaqësohet nga prokurori i shtetit, për arsye se prokurori i shtetit duhet të nisë hetimet, të mbledh faktet, provat, të ngrit akta akuzë, pastaj ajo të shtohet në gjykatë. Por si palë e dëmtuar, ajo palë ka të drejtë gjithashtu të angazhojë edhe përfaqësues të autorizuar, që quhet apo avokat, për të mbrojtur të drejtat e tij dhe për të kërkuar kompenzim dëmit jo material në këtë rast dhimbjeve shpirtërore të cilat ja kanë shkaktuar me veprën penale i dyshuari. Gjatë vitit 2026 në burgun e Dubravës janë shënuar edhe incidente të tjera të sigurisë, si gjetja substancave narkotike në disa pavione në muajin shkurt, si dhe rasti i vetvarjes së një burgosuri në muajin qershor. Në Prizren ka ndodhur një ngjarje tjetër e rënd, një 80 vjeçare të mërkurën dyshohet se u vrau nga bashkëshorti i saj 80 vjeçar. Prokuroria themelore e Prizrenit të Enjten ka njoftuar se e moshuara vdiq si pasojë e lëndimeve të shumta në kokë dhe pjesë të tjera të trupit që bashkëshorti ja kishte shkaktuar. Sipas prokurorisë, pas një fjalosje, i dyshuari e ka sulmuar fizikisht bashkëshorten duke ja përplasur disa herë kokën në tokë. Prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit ndaj të dyshuarit. Sipas kërkesës së prokurorisë, pra rreth orës 12 të natës, në Prizren në shtëpinë e tij familjare, i dyshuari me inicialet BD, pas një fjalosje me bashkëshorten e tij, viktima me inicialet LD, e ka sulmuar fizikisht atë dhe ka goditur dhe përplasur disa herë në kokë viktimin, me që rast ajo ka pësuar lëndime të shumta në kokë dhe pjesë të tjera të trupit. Si pasojë e lëndimeve të pësuara, viktima ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, thuhet në kërkesën e prokurorisë për masën e sigurisë ndaj të dyshuarit. Po ashtu, sipas prokurorisë, pas ngjarjes, BD ka tentuar të fshijë gjurmët e ngjarjes dhe më pas ka njoftuar familjarët për rastin. Prokuroria ka kërkuar 30 ditë paraburgim për të dyshuarin.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e radhës dhe ka marrë vendim që të mos i rikthejë në punë gjyqtarët serb të dorëhequr. Për dorëheqjet e dikurshme u bën pishman. E pas gati 4 vitesh, 25 gjyqtar, 10 prokuror dhe gjithsej 176 zyrtar të tjerë kanë kërkuar rikthimin në detyrë. Por Këshilli gjyqësor i Kosovës, pas disa tentimesh për ta trajtuar këtë çështje, ka refuzuar kërkesat e tyre. Konsideroj që absolutisht nuk janë takt me ushtru detyrën e gjyqtarit, sepse nuk janë ndjella me ligje. Kanë ndryshuar disa ligje, kanë ndryshuar disa gjëra, kanë ndryshuar disa praktika. Dhe tani pas 4 viteve, ktheheshin në sistemet vazhdoshëm aty ku ke mbetur, konsideroj që ke humbë aftësinë për të qenë gjyqtar. Ndryshe nga AE, antarja KGK-s Ivana Miljenković kërkoi mbështetje për rikthimin e tyre në vendin e punës. Me këtë është rivendosur vullneti juridik i barzëve të funksioneve gjyqësore për të vepruar me kapacitet të plot brenda Kosovës. Me këtë hap do t'ju mundsojmë gjyqtarëve që të kthehen në detyrat e tyre, do të mbrojmë rendin kushtetues dhe do të rikthejmë sigurinë juridike për qytetarët. E se zgjidhja më e mirë do të ishte hapja një konkursi të ri, e tha antari tjetër i KGK-s Bashkem Hyseni. Unë mendoj se zgjidhja do duhet ishte që të bëhet propozimi që kanë gjyqtarët të lirohen nga detyra dhe të hapet konkursi duke plotësuar, duke respektuar plotësisht kotat kushtetuese që vijnë për gjyqtarët nga komuniteti serb. Pra, në asnjë mënyrë mos kuptohet që jemi kundër përfaqësimit të komunitetit serb në gjyqtarën e Kosovës. Mirë, por nëse ne do të pranojmë që pas 4 viteve që janë mbajtur pas një bazë kushtetuese dhe ligjore, do të krijohet një precedent i rrezikshëm. Emrat e gjyqtarëve serb të dorëhequr në vitin 2022 do t'i dorëzohen ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu për lirimin nga detyra. Për këtë, ajo reagoi me një postim në rrjetet sociale duke mbështetur vendimin e marrë nga KGK dhe njoftoi se me t'i dërguar propozime do të ndërmarrë veprimet për lirim nga detyrat e tyre. Në mbrëmjen e djeshme, një aksident i rënd trafiku në autostradën Ibrahim Rogova la të vdekur një person, ndërsa 2 të tjerë mbetën të lënduar. Aksidenti ndodhi rreth orës 20:27 minuta, rreth 29 km larg Vërmicës, ku përfshi një kamion dhe një vetur. Ndërsa në një tjetër aksident është regjistruar sot në fshatin Kiev të Malishevës, pra në rrugën Pej Prishtinë. Sipas zëdhënësit e policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet e Lezaj, në këtë aksident janë përfshirë 3 automjete dhe 7 persona kanë mbetur të lënduar. Ata janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa sipas policisë gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetë. Njësia rajonale e komunikacionit rrugor po merret me rastin dhe po heton rrethanat e aksidentit. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për kasapin e Srebrenicës Ratko Mladić, i cili ka vdekur sot në moshën 85 vjeçare në qelinë e burgut në Hagë. Ish komandanti i ushtrisë Republikës Sërbëve është dënuar përfundimisht me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mladić u shpall fajtor por 10 nga 11 akuzat përfshirë gjenocidin në Srebrenicë, për ndjekjen dhe vrasjen e civilëve, deportimin, si dhe sulmet ndaj Sarajevës dhe marrjen peng të pjesëtarëve të OKB-s. Vdekja e tij vjen pas raportimeve për përkeqësim të gjendjes së tij shëndetësore gjatë javëve të fundit. Flasim tash për zhvillimet politike në vend. Partitë opozitare kanë vazhduar aktivitetet të ngjashme që janë duke bërë tash disa ditë. Sërish sot kanë shkuar tek qeveria e Kosovës dhe kanë kërkuar që të takojnë kryeministrin në detyrë Albin Kurtin, të cilën ata e quajnë deputet. Albin Kurti ishte në zyrë, mirë po deputetët të PDK-s nuk u lejuan që të hyjnë. Për disa ditë me radhë e njëjta adresë dhe i njëjti mesazh. Deputetët zyrtarë të PDK-s dhe Aleancës u mbledhën sërish para objektit të qeverisë, duke i bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të shkojë në kuvend dhe të mundsojë konstituimin e institucioneve të reja. Këtë bllokim institucional asamblesë të opozitës e konsiderojnë as pak të drejtë, marrur parasysh sakrificat e popullit. Ky popull ka dhënë gjak shumë. Ky popull ka dhënë shumë jetë për me pas pavarësi, për me pas liri, për me pas drejta, për me pas shtet, për me pas institucione, me pas rend, ligj, dhe vetën.
Nuk bëhet hajgore me institucionet e vendit që kemi ndërtuar me shumë gjak, me shumë mund dhe me shumë sakrificë. Deputeti i PDK-s Artan Behrami akuzon kryeministrin në detyrë për shmangje ndaj përgjegjësisë së tij. Sot Albin Kurti, ashtu që ka edhe tradit edhe në doktrinën e tij politike, sërish po fshehet, sërish iku përmes rrugëve ilegale, klandestine, duke hyrë në ndërtesën e qeverisë. E Alianca përsëriti thirrjen ndaj Kurti. Ne pam që pramë tha i kemi votat për konstituimin e kuvendit, atëherë i bëjmë thirrje edhe një herë të vi, ta bëj konstituimin dhe mandej të vazhdoj për zgjedhjen e presidentit. Nuk kemi kohë. Kosova ka humbë shumë kohë që 2 vite jemi pa institucione. Edhe kësaj radhe deputetja e PDK-s Vlora Qitaku tentoi të takuajë me Kurtin, mirë po ky i fundit e refuzoi. Ai është deputet. Ne po kërkojmë që ai ta liroj këtë zyre, të vinë kuvend, ta konstituoj kuvendin dhe t'i themelojmë institucionet. Ndërkaq kolegja e saj, deputetja Ganimete Musliu, refuzoi të largohet nga shkallët e objektit të qeverisë kur ju shtrua kjo kërkesë. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës në një aktivitet tjetër ka njoftuar se do të bëjnë kallëzim penal ndaj Avni Deharit. Kërkesa për të ftuar vazhdimin e seancës bën disa herë, por kryesuesi i seancës konstituive nuk i përfilli fare deputetët e PDK-s. Për këtë, ata do të dorëzojnë kallëzim penal ndaj tij. Deputeti i kësaj partie Përparim Gruda shpreh se Avni Dehari nuk po ushtron detyrën e tij në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe kushtetutën. Siç e dini, për shkak të moshës është drejtues i seancës konstituive ose kryesues i saj dhe detyrë të cilën ai nuk po e ushtron në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit Kosovës dhe me kushtetutën e Kosovës. Gruda tregon se për shkeljet e tij Dehari nuk reflektoi. Siç e dini, rregullorja e kuvendit Kosovës kërkon që kuvendi të mblidhet çdo 48 orë. Avni Dehari si kryesues i kësaj seance duhet ta mbledhte pra kuvendin çdo 48 orë që ta vazhdonte seancën konstituive. Përkundërse ne kemi dërguar disa letra, nuk ka reflektuar dhe nuk e ka thirrur seancën, vazhdimin e seancës konstituive, prandaj ne do të paraqesim kallëzim penal për shpërdorim të detyrës zyrtare në përputhje me nenin 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. E lidhur me çështjen e diskutimeve për presidentin, deputeti i PDK-s tha se nuk do të përfshihen. Ne jemi deklaruar që jemi parti në opozit, prandaj nuk jemi pjesë e dialogut për me zgjedhjen e një president. Ne jemi parti opozitare, ky qendrim i PDK-s nuk ndryshon, pavarësisht çka zhvillojnë parti tjera si proces. Ne kemi caktuar pozicionin tonë, jemi në opozit, sepse kemi besu, masi kemi marrë pjesë takim me Kurtin, që Kurti nuk e ka ndërmend me zgjidh krizën në Kosovë, prandaj nuk marrim pjesë në këtë teatr politik. Lidhur me takimet mes vetëvendosjes së LDK-s për këtë çështje, Përparim Gruda zgjodhi të mos jap komente. Flasim tash për problemin me pastërtinë që ka komuna e Prishtinës, e po ashtu edhe ajo e Drenasit, Obiliqit, Lipjanit dhe Podujivës. Për këtë arsye sot janë thirrur në takim për të diskutuar pikërisht për këtë problem, mirë po kësaj thirrje nuk ju kanë përgjigjur kryetarët e komunave që udhëhiqen nga lëvizja vetëvendosje. Të parët që erdhën në takim ishin Nikoqiri Përparim Rama dhe kryetari Drenasit Ramez Ladrovsi. Por ndryshe nga ta, në takimin e kryetarit të Prishtinës munguan 3 kryetar komunash të vetëvendosjes. Valan Prebreza i Fush Kosovës, Shpejtim Bulliqi i Podujevës e Halil Thaçi i Obiliqit. Kurse për këtë Rama pati një koment. Normal që nuk mundemi me shty me zër këtë komunën e Obiliqit me qenë pjesë, unë i përgëzoj që kanë formu kompaninë e tyre të re. Megjithatë, kjo mungesë nuk ndikoi që të mos diskutohej koordinimi komunal për menaxhimin e mbeturinave. Nga këtu u kërkua bashkëpunim ndërkomunal për të gjetur zgjidhje për të ardhmen e ndërmarrjes. Diskutimet tona na pruan deri në pikën ku me marrë përgjegjësi secila komunë për veti. Pra kjo duket që do të jetë mënyra më e mirë që ta shtim në menaxhim çështjen e pastrimit, sepse për momentin e dim që pastrimi është kompani regionale. E një bashkëpunim mes komunash e kërkoi me patjetër edhe i pari i Drenasit Ladrovsi.
edhe thatë ju që kanë deklaru kryetari Obilisit, kryetari Fushë Kosovës, ne nuk i komentojmë deklaratat të tyne, po ata me qef ose pa qef kanë më ullë me neve, sepse na do të miremi vesh për kompanin. Kërkush të në merë përgjegjësinë për një kompani që është e themeluar nga gjitha këto komuna, me marrë vetë borxhet apo edhe të mirat e saj. Ndërsa kryetari i Lipjanit Imre Ahmeti u shpreh se kjo përgjegjësi duhet i rikthehet komunave. Shikoni, janë bashkuar asetet dhe janë bashkuar njësitë e ndërmarrjes regionale dikon vitin 2003-2004 me vullnetin e komunave dhe me vullnetin e këtyre komunave që janë pjesë përbërëse e kësaj kompanie duhet shkëputën në mënyrë që të kthehet përgjegjësia dhe llogaridhënia direkte tek kryetarët e komunave përkatësisht tek komunat. Ndërsa asetet, punëtorët dhe obligimet e pastrimit të ndahen në bazë të nevojave të komunave. Emisionë frontale vazhdojmë me informacionet të tjera. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë bërë të ditur se deklaratat përfundimtare të procesit gjyqësor për administrimin e drejtësisë ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Esni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Erdin Kuqit do të mbahet më 10, 11 dhe 14 shtator. Seancat janë planifikuar të nisin në orën 9:30 dhe do të zhvillohen në pranitë e publikut. Në njoftim thuhet se më 20 gusht gjyqtari pranoi kërkesat e Bashkim Smakajt, Esni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Erdin Kuqit për të ndjekur deklaratat përfundimtare përmes videokonferencës. Palët do të përdoren këtë fazë të procesit për të përmbledhur qëndrimet dhe argumentet e tyre, duke i referuar provat të administruara besueshmërisë së dëshmitarëve, procesverbalit të procedurës dhe ligjit në fuqi. Fjalën e parë do ta marrë prokurori specializuar, ndërsa më pas deklaratat përfundimtare do t'i paraqes mbrojtja. Pas kësaj, palëve do t'jepet mundësia për të përgjigjur argumenteve të njëra tjetrës. Të akuzuarit do të kenë fjalën e fundit. Në mbyllje të deklaratave përfundimtare, trupi gjykues do të konsiderojë çështjen e përfunduar. Ndërkohë, pra këto seanca në Hag do të mbahen dhe do të përfundojmë 2 ditë përpara se të përfundojë procesi gjyqësor ndaj krerëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët janë duke përballur një proces i cili ka nisur para më shumë se 5 vitësh dhe në 16 shtator është përfundimi i këtij procesi. Domethënë është një aktgjykim i cili do të bëhet publik pikërisht me 16 shtatorët të këtij viti, kanë mbetur edhe 19 ditë e 16 orë e 36 minuta nga koha që na ndon nga ky vendim i cili sigurisht shpresojmë që do të jetë lirues për krerët e lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për të diskutuar për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të diskutuar për procesin në Hag, mirë po për të diskutuar edhe për një temë të cilën e ka hapur një ditë më herët, ishte kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Nasim Haradinaj. Unë kam ftuar në studion e emisionit frontal ish sekretarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ramadan Gashi. Zoti Gashi, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, zoti Lani. Dua ta sqaroj fillimisht se unë kam ftuar që të jetë në studio zoti Hysni Gucati, që është kryetar aktual i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, meq akuzat e kritikat e zotit Haradinaj kanë qenë adresë të tij, mirë po zoti Gucati ka thënë se nuk e ka ndërmend të flasë për këtë çështje pa përfunduar fillimisht procesin në Hag me 16 shtator, për shkak se është, siç ka thënë ai, i preokupuar me këtë ngjarje të madhe që po ndodh, pritet të ndodhë me 16 shtator, kështu që studio është hapur edhe për zotin Gucati, edhe për Sopin, po ashtu në kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sikur që ka qenë dhe është i hapur edhe për Nasim Haradinajn, e po ashtu është hapur edhe për Ramadan Gashin, që ne kam këtu në studio emisionin frontal, e po është një postim që e keni bërë pas emisionit. Po. Një reagim. Unë kam bërë një reagim për opinionin, për me sqaru se çka është e vërteta. Çka ishte akuza, fillimisht t'ja kujtojmë edhe shikuesve, akuza që e bëri zoti Haradinaj për organizatën ku ju keni qenë sekretar? Po, unë kam qenë sekretar në OVLTOQK, selinë qendrore në mandatin tim në vjeçare gjys. Aty kam ushtruar detyrën si sekretari i OVL-s dhe sipas pretendimeve të Nasim Haradinajt, që mendon dhe dyshon që ka dokumentacion ose ka argumente që Hysni Gucati pas ka kesh përdorur detyrën e tij zyrtare. Unë kërkoj nga zotri Haradinaj që
Nëse ka argumente, ti dokumentoj dhe ti qojnë në organet e drejtësisë që të dalin në shesh çdo paregullësi. Por unë mendoj se nuk ka asnjë paregullësi në OVL të UQK-s. Të gjitha janë transparente. Madje zoti Haradinaj tha që edhe ju, për shkak këtyre keqpërdorimeve, ju jeni largu nga pozita e sekretarit të organizatës. Pse jeni largu ju? Unë jam larguar për shkaqet mia private, për me qenë më afër familjes, dhe pse kam një biznes të vogël me bletë, mernat të jam më afër, për shkak se shpenzimet të mëdha për të udhëtuar në Prishtinë. Për ata edhe e kam lënë dhe vazhdoj detyrën si sekretar në OVL të UQK-s në Dranas, që 17 vite, edhe tash jam rizgjedhur rejshtazi në detyrë si sekretar. Domthonjë ju nuk keni larguar nga organizata, thjesht vetë keni ndruar. Jam antar i kryesisë në Selinë Qendrore dhe në Këshillin Drejtues. Dhe jam shumë i afërt me Hysni Guzatin, me kryetarin e tashëm, Hysni Guzatin. I afërt ka qenë edhe zoti Haradinaj, po diçka... Zoti Haradinaj ka qenë i afërt... Që është ai konga për prezërin, thëtë na u kanë qartë zotnit në Norvejti, diçka më kanë qartë edhe këta dy. Po, unë i shoh të dytë si dy burra si kanë bashkëpunuar dhe kanë shërbyer vendit në OVL-n e UQK-s mandatin e mëhershëm. Kanë qenë shumë miqësor. Kanë meritat e veta të dytë. Kanë vujt burg bashkë. Kanë hangër me një pjatë thuje bashkë. Dhe tash të jetë gjithë kjo përqarje ndërmjet tyre, unë nuk e di. Zotri Gucati është i hapur e ke parë. Zotri Haradinaj e ka respektin e luftës, po mu më mërmenja se është shpenzuar shumë dhe ka nevojë të pushoj të qetësohet, se është shumë agresiv duke u sjellur në për studiot televizive dhe duke marrur personat me autoritet... Agresiv, s'kisha thonë, domethënë thjesht është natyrë e zotit Haradinaj, paraqitja e tij, po s'kisha thonë agresive, thjesht ai Nasim Haradinaj e thot ato që e menon pa mlefin që është duke shpreh, unë mendoj se nuk ka mund të jetë në karrikën ku është ulur zotri Gucati. Për ata edhe është i pakënaqur dhe po sulmon non-stop OVL-n e UQK-s. Pra ju thani që janë arsye për shkak se ky s'ka ardhur në pozitën e kryetarit atëherë kur ka qenë? Është shumë e vërtetë, se zgjedhjet janë kohë shumë transparente. Me 18 janar të vitit 2025 janë bajtur zgjedhjet të kuvendit e 5 zgjedhor në OVL të UQK-s, ku zotri Gucati ka fituar shumë ndaj Nasim Haradinit. Dhe Nasim Haradinaj ka qenë prezent në sallë dhe ka uru detyrën ku kanë qenë më shumë se 5 media dhe kanë kaluar çdo sen transparent, me votim, me çdo gjë. Tash mas disa ditëve Nasim Haradinaj ka dalë dhe ka shkruar nëpër media dhe është shprehur indinjuar ndaj OVL-s. Po, të ke punit të ngarë, nuk është që gëzohesh që hum garë, të gjithë kemi qenë në garë, edhe unë nuk kam qenë për kryetar, kam qenë për një mandat që t'jam në Këshill Drejtues dhe në kryesi, aty kam arritur. Kurse Nasim Haradinis ka arritë, nuk ka nejt as të hy në kryesi. Pse po t'esh në kryesi, kjo do t'eshte mrena në organizat. Ose Nasim Haradinaj e tha dhe djerë në emisione, ka thonë edhe në bisedat që kemi pas, ka thonë që zoti Gucati ka ardhur në krye të OVL UQK-s mas një, si më thoni, organizimi që ka pas zona Llapit e Drenisës së Dukagjinde. E përmend edhe dje në emision Remin, e përmend Samilu Shtokun, e përmend zotin Ramosh Haradinaj. Që ata e kanë mundësu hysit me konkurrentar. Jo, kuvendet zgjedhore dhe zgjedhjet në përdeg, nivele komunale mohen në të gjitha komunat. Ata i caktojnë delegatë vetë. Nuk i cakton as Samilu Shtoku, as Remi, as Daud Haradinaj, as Ramushi. Këtu caktohen në se cilat komuna. Komunat i caktojnë delegat, se cila komun me varet prej numrit veteranëve dhe i caktojnë delegat. Për shembull komuna Drenosit ka pas 13 delegat. Ata e din ku kanë do të me votu. Vendosin vota është e lirë, demokratike, për se cilin kush e meriton e votojnë. Aja u po, se zotri Gucati triumfoi dhe e mori postin e kryetarit të OVL-s. Dhe është një njeri që e ka ngritë organizatën, e ka qu për para, e kemi marrë fondin, e trashëguar nga ushtruesi detyres, zotri Kilnaku, me minus. Fondin e organizatës. Fondin e OVL-s, e kemi marrur me minus, ku kemi dokumentacion në atë kohë kur e kemi marrë me minus edhe me borxhe. Tash, zotri Gucati ka një fond ofër, s'po thamë nështë me 10.000 euro, të cilin e udhëheq si duhet, në mënyrë transparente, dhe
çdo proces është i hapur për që të gjithë kush të donë të shikoj pasqyrën e bankës. Se kur tha 10 mijë euro, menua shumë, unë e posh gjendjen se më tregoi hysi, domethënë kur thu 10 mijë euro, kush di sa menon njëri, po ne posh, domethënë që janë një shifër. Ma pak se 20.000. Ma pak se 20.000. Që osaroj për shikusit se menojnë ata. Ma pak se 20.000. Por kemi, vetëm këtë vetë për shembull, kemi shumë veteranë që i kemi ndihmuar, që janë me shëndet, do më thonë, të keq, me smundje të rënda, të cilët ndihmuar nga OVL-u QK-s. Ne nuk morëm fonde nga qeveria, që kemi trashëguar nga qeveritë e mëparshme, si kemi marrë fonde buxheti që ju kanë dhënë me 300.000 euro për shembull, si u shku për protezë asnjëherë. Kemi bërë kërkesa te qeveria tanishme, të zotri Kurti, të kryeministri, por nuk na u ka përgjigj asë në kërkesa, nuk na ka kthy kërkesat. Me që përmene zotin Klinaku, e poshtë që e kishë bërë në Facebook, e kishë shpërndoj emisionin dhe kishë thonë që krejto që apo i thotë Nasim Haradinaj janë të vërteta, pra keq përdorim me gjithë shka tjetër. Ndoshta ai i din edhe të më hershme se u konë ushtrues detyre edhe i din keq përdorimet që kanë ndodhur më herët. Për që të kohën sa kum qenë në mandatin tim, nuk ka pasur keq përdorime. Pse u tha, pse u përmenë, unë dorën zemër edhe Gucotën e pytë, zotën Haradinaj e pytë, a ka fond organizata së në komunu që ju s'keni aspore, s'keni fond? A den në kuptimin... Organizata ka një fond i cili të bohet dhe vjen nga të hyrat e antarësisë. Po, dhe veteranë pagujnë antarësinë. Pagujnë antarësi. 15 euro është antarësia në deg. 15 euro për një veteranë. Për një vetë, apo? Për një vetë, vjetore, 15 euro. Kurse, në Prishtinë, paguhen për një veteran vjetore 7 euro. 8 euro jesi në deg. Të më thopë që i bje 45% e qasoj pagese vjen në Prishtinë, në Selin qendrore. Edhe të buhet fondi për mi ndihmu dhe për mi pasë... Qishëm ledhet kjo fond? Pra, a i detyran jo veteran? Jo, si ata vinë i pagujnë në përdeg, i bojnë pagesat, antarësit dhe i vazhdohet kartela se ju vynë në shërbime mjekësore, shërbime qëllime të ndryshme për vula postile, lirohen, a për gjykata, ta shumor një vendim që në gjykata lirohen, nuk pagujnë asin valeda as veteran. Dhe këto fonde të bohen, bëhat pagesë. Pra se cili veteran duhet mrana viti... Nuk është i obliguar, ka se i lirojmë, kemë raste sociale se i lirojmë, ka raste si me shëndet të ligë, që janë me smundjet ndryshme aty nësi morën pagesë, i lirojmë për pagesë, e shënojmë si lirohet për pagesë, është gjitha janë shënimet të cilat figurojnë në organizat, kush lirohet, kush e mon kuletën, po thamë, të organizata? Sa kom qenë unë në OVL të QK-s, unë jem koni autorizuni vetëm në OVL. Sekretari që i bjen, unë i kom mojtë gjitha hyrje dalje në organizatë. Dhe më thonë, bugjetin e kom pas unë edhe e kom udheq, deri në ditë kur kom dalë, ka qenë gjdo sen është raporti 6 mujor, vjetor, i cili e dokumenton gjdo hyrje daljen të OVL-s. Zotë Haradinaj thasë që ka ndodhë një keqëpërdorim, se s'po du me thonë vjedhje, një keqëpërdorim në organizatë, për këtë arsye për të ambulluar keqëpërdorim organizohet një protest të Kuvendi Kosovës. Jo, nuk është ashtu. Unë i thamë Zotit Haradinaj edhe njëherë, i bajthiri Zotit Haradinaj në qenë nga studia juaj, Zotë Lani, që nëse ka dokumente, ka dokumentacion edhe ka argumente, ti adresoj në vendin ku duhet, e mos të folë me thashe thone ose fjallë të kafeve. Sepse nuk ka... Nuk njët Zotit Haradinaj që flet me fjallë të kafeve? Une i besoj Zotit Haradinaj edhe e qmoj për punën e luftës. Për pas lufte edhe pas morës mandatit të OVL-s Zotri Gucati, Zotri Haradinaj pak ka deviju pak. Në që kuptim ka deviju? Ka deviju pak, nuk po muj me shprejnë ato që është pak ma agresiv. Po, na një pjesë, bile një pjesë që kena qenë për krasë të Gucatit, nuk do në nashtë asme na po. Po, o shumë e vërtet, e thamë me sinceritet. Pse? Nuk e di. Nuk e di. Pse pat nevoj me i thonë, Zoti Haradinaj, këtu, në këtë ku plus këtë studio, une i thash ma herët edhe Nasimi Djetash, kërkoj... që kjo nuk u dosh me ndodha, ashtë me tejpër thash me ndodhë në studio teme që veteranët më përqonë. Në këtë ku, Zotri Haradinaj nuk është dosh të meret fare me këtë qeshtje, sepse na e kemë një datë historike, 16 shtatorin, ku pritet që të lirohen krerët e UQK-s. Kemi edhe një proteste cila do të mohet me 12 shtator në sheshin Skënderbeu në ora 14. Unë nga kjo studio
si ish sekretari i OVL-s në nivel qendror dhe sekretar i OVL-s në Drenas, Dega Drenas, i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar anë kanë botës ku janë të marrin pjesë dhe ta shikojnë këtë ngjarje historike për popullin tonë, ku krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të lirohen faqebardh dhe t'i presin familjarët qysh na i gëzojnë drejtat tona edhe ata t'i gëzojnë. Ata nuk janë kriminal. Ata janë njerëz që i prin luftës dhe çliruan Kosovën. Edhe që meritojnë lirinë. Do të flasim edhe për këtë proces, madje mendova fillimisht me nis bisedën, por nuk di pse henëm do kjo pjesë e dytë të sqarojmë këtë punën e parë, tani flasim sigurisht edhe për procesin e Hagë, që besoj që do të ketë një aktvendim lirues me 16 shtator, kanë mbetur edhe 19 ditë, 16 orë, 23 minuta e 27 sekondë. Para mendoj sa ka dalë shkojnë për këta minuta, këta sekondë. Shumë ka dalë shkojnë për këta. Kështu. Por uroj që fundit jetë i mirë, kjo ka rëndësi. Shpresoj. Të kthejmë tek tema dhe këto akuzat që i ka bërë zoti Nasim Haradinaj, ju thatë që nëse ka fakte do t'i le t'i prezanton. Ai realisht e tha dhe në këtë studio që unë tha kam i qitë këto, tha po veç po e pres momentin, ndoshta edhe ai tu pas parasysh edhe këtë ngjarje pra 16 shtatorin. Unë mirëpres çdo dokumentacion që ka zotri Haradinaj dhe të bën transparente, ta sheh për media edhe t'i dërgoj aty ku duhet të merren organet e rendit me këtë punë nëse ka pasur keqpërdorim. Unë i tham se nuk ka pas. Hysi, a ke bisedu me Hysin, a jeni taku me Hysin? Gjithherë. Po flas mas akuzave që ja bënë një ditë më herët të zoti Haradinaj. Po sot jam takuar me Hysin, edhe mos e kam bërë reagimin, i kam tregu si kështu ka ndodhur. Jam taku, kemi pi kafe bashk, kemi bisedu, edhe unë i kam thënë si nuk qëndrojnë këto, tash nëse ka dokumentacion ai, në ta paraqet. Jo thash çu ka pritu Hysi se jo mirë. Hysi është me shëndet, nuk është mirë. Dihet se është ka qenë edhe shtrin para 2 ditëve në spital. Ndoshta në tidhna edhe aja si tha se me ta pat të përgjigj në këtë protestën si e ka bon për me i kasaj në mim shef ato ngjarjet, nuk ka bon se unë kam qenë ai si kum pri para Hysit, kam qenë unë si konfrontohna me policin, sheh edhe në video. Po është ai video që po është video shumë e mirë, unë jam në jakt në Gjelbert, ku konfrontohna me policin para parlamentit, kemi bon atë protest kundër qeverisë Kurti për financimin e Shkelzangashit për vendosjen aty në aty në aso ekspozitës që ka bërë se kinset burgosni tonë në burgjet e Dobravës. A nuk ishte lëndimi kështu në skenem, lëndimi i zotit? Jo, absolut në skenem, ishte lëndim gjatë shtyrjes, aty ka pas, jo konfrontim, jo lëndim, jo sjellje direkte nga policia. Kem respekt dhe i përgëzoj policinë për sjelljet e tyre. Ata kanë detyrën e vet, do të me kry detyrën. Do të më kuptuar edhe detyrën. Normal, na i kuptojmë, edhe na kuptohem me ta. Dej ku i tregojmë edhe vijën, dej ku kemi shku. Te që to, edhe na ne nuk shkojmë, pse është parlamenti është i joni, na e kemi ndërtuar me forcat tona. Na jemi ata të cilët i kemi prunë pushtet, populli, ky popull ka vendosur për me kanë policia, edhe rani, edhe kryeministri edhe gjithë. Tash unë nuk e di çysh e boni në skenim, kur njeri u shku edhe u shtrin në spital, kur kanë qenë ato gjitha mediat, gjitha i popull, do më thonë gjithë veteranet, invalidet, familjarët e dëshmorëve, kanë qenë atë protest. Ku unë e Hysi edhe udhëhesia e OVL-s kemi qenë në ballë të protestës. Jo vetëm në këtë protestë, por në gjitha protestat. Kemi qenë të parët ne si kemi marrë hapat për me ecë përpara. Pra, le të themi raportet e Hysit me Nasimin pas kanë qenë edhe më herët të thorume, po tash ka dalë publikisht. Tash ka dalë publikisht, se edhe më herët ka pas konfrontime tyne, po më vjen shumë keq për zotrit Nasim Haradinaj se sa ka qenë 3 vjet në Hagë, familja e Snegucatit e ka bajtur familjarët për të udhëtuar deri në aeroport, për aeroportit natën, ditën, deri në se kanë bërë edhe familjarët e zotit Haradinaj për të Hysit dhe Nasimit. Gjithaj kanë bërë dhe janë kanë shumë të afër. Shumë afërsi kanë pas ndërmes veti. Unë kretë kjo përqamje ka ardhë përse nuk ka mujtë zotri Haradinaj nuk ka mujtë ta marrë venin e zotrit Gucati. Zotri Gucati sot është udhëhec i OVL Seuqukës. Po, dhe si organizator veteranëve keni dalë edhe me një mbështetje që po jep një këtij marshit me 12 shtator që do të mbaten në Prishtinë, po ashtu ka pas kritika edhe nga zoti Nasim Haradinaj, sepse keni thonë që na nuk morëm pjesë kur merr Na si OVL e mbështesim protestën, dhe i bëjmë thirrje gjithë popullit shqiptar që të merr pjesë në protestë në ditën e 12 shtatorit në ora 14 në sheshin Skënderbeu. Por aty ku është Kurti, ne nuk ulemi.
Pse? Ajo është kryeministër, Ajo është kryeministër, po ne nuk na përfillaj neve. Kemi bën kërkesa, nuk ka dash takime me neve, dihet edhe politika e tij si e sulmon uçukën njerëz të tina, të cilët janë pe kryeparlamentarë. Nëse merr pjesë në protestë në mbështetje të tyre, besoj që ju konvenon edhe juve dhe është e mirë përgjithshme që besoj edhe. Unë thash me sinqeritet plot, po tham apet me vedi të plot, që na mbështesim protestën. Do të marrim pjesë të gjithë veteranët, familjarët e dëshmorëve, ju baj thirrje nga këtu. Nëse vjen Albin Kurti? Do të rrim aty. Patjetër, nuk do të largohem nga protesta. Po nëse është ull dikon edhe na jepet mundësia më ull në qatë protestës me dikon, nuk me Albin Kurtin jo. Po për shkak të kësaj date historike, na edhe ushtarët e UÇK-s, veteranët e luftës, do të janë në protest bashkë me gjithë popullin. Aty nuk ka, Armenia nuk ka parti politike. Aty është i gjithë kombë shqiptar dhe presën verdiktin zyrtar. Prandaj ku nuk ka parti politike, nuk do të ashen edhe Albin Kurtin si i lëvizjes vetëvendosje. Domethënë është ne qytetar, është kryeministri i Kosovës. Nuk mund t'ja ndryshojmë na titullin. Është kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ne presim Hashim Thaqin. Edhe jo bashkë me Albin Kurtin. Por besoj që Albin Kurti tha dhe djeni deklaratë shpreson shumë që të mos dënohet ushtria qeverimtare e Kosovës. A besoni ju që në këto deklarata të Kurtit? Pak besoj. Pse pak? Sepse kur ka qenë koha të garantohet liria e tyne që të vinë me kusht, të lirohen dhe të vinë në Kosovë, Albin Kurti nuk i kam pështet që të kanë mbrojtjen, të kanë sigurin. Vetëm një nënshkrim i kryeministrit Kurti është dashur që Hashim Thaqi, Recep Selimi, Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli të janë në Kosovë dhe të mbrohen në liri. Vetëm nënshkrimi i Albin Kurtit, i kryeministrit, ka munguar që të janë siguria e policisë të jetë afër shtëpisë tyre dhe të këta të qëndrojnë të familjet e veta, sa herë të kërkohet që të kanë seanca të marrin pjesë në Hagë. Edhe ashtu nuk e kishin liru Haga, po të garantoj. Se kishin liru, po kë se kanë nënshkruar, për arsye humanitare. Edhe shtetet tonë, Shqipëria e kanë nënshkruar dhe tjerat shtete e kanë nënshkruar. Kryeministri jonë shqiptar, për njerëzit e tonë, ish presidentin, nuk e ka nënshkruar një letër që të janë të lirë dhe të vinë të rrinë të familjet e veta kur dhe që është nevoja të shkojnë në seanca. Por sot, ose nesër, le të themi, kryeministri mund të bashkohet marshit për lirimin e tyre. E shihni ju këto se më thonë veç një farse pjesëmarrja e tij, apo ndoshta është edhe një ndjenjë e tij që mund të besoj që ai e ka të dëshirë. Nuk po tham kur gjë, e respektoj. Nëse merr pjesë dhe del në protest, apet unë, si ish sekretar, e respektoj ardhjen e tina në protest. E çmoj. Sepse kështu njëtë nuk keni vepruar me Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani ka qenë më transparente. Në shkuptim? Për shkak të gjatë mandatit të saj, si për sjelljen ndaj ushtarëve të UÇK-s, nuk ka pasur fjalor të pest ose fjalor kërcënues ose denigrues siç ka qeveria Kurti. S'ka pas Albin Kurti, nuk e di që ka fol diçka Albin Kurti për veteranët, për komandantët për luftë. Jo s'ka fol kur, se dhe pjesën hyrëse kur e ka bërë në parlament, kur e ka formuar qeverinë, ka fol 2 orë kur UÇK-n se ka përmend. Edhe është shumë diçka e madhe kur ti lexosh gjithë ato faqe edhe të ruhesh, edhe se gjojsh një 3 shkronja të arta të UÇK-s mos ti përmendsh. A ka një arsye pse nuk e ka bërë këtë? Ndoshta ka pas indikacione nga jashtë që mos përmendet. Por UÇK-ja e përmendet se ju kryeministri, pra UÇK-ja përmendet gjithkohon popull, sidomos tash kur po afrohet edhe ky procesi, çka pritni nga ky procesi në Hagë? Shpresojmë shumë edhe presim lirimin e krerëve të UÇK-s, që sa më parë të vjen ajo datë si na jem të prit, besa po edhe trupi po mërqetet si kem ndjenja të mira që këta njerëz t'i kthehen Kosovës, i duhen Kosovës. Pse po të rëqetet trupi? Po më rëqetet trupi se i kam shok, kam qenë në vijat frontit me ta, e për ata më rëqetet trupi, se janë njerëz të cilët e kanë udhëheqën luftën e shenjtë të UÇK-s. Ky popull e gëzon. E kam takuar Hashim Thaqin, presidentin, Kadrin, Rexhen, Bacin Jakub më kam shumë afër 2-3 kilometra. Çfarë thonë që ke taku për shembull Hashim Thaqin, Bacin Jakub? I kum taku në Ud, të Osman Berisha, shtabi ka qenë në Berish, në malet e Berishës, kemi taku kur im kthy pi frontes për luftime në Gradin dhe na kanë pyetur si po shkojnë situata, si po shkojnë luftime, çu shoh situata në teren, edhe ju kemi shpjeguar na si ushtar atëherë. Si ushtar 3, po besoj. Si ushtar 3, se unë kam marrë pe Gjermanisë, po kam marrë në luftë.
Jam i plagosur në Gryk Llapushnikut, kur u thy Gryka. Po ajo, me 9 maj, apo? Jo, me 26 korek. Me 9 maj, që është? Me 9 u mbyll Gryka. Me 9 është mbyll Gryka. Okej, kur u mbyll e di që është. E këta bura i pret Kosova, i pret gjithë kombi shqiptar anëm kanë botës që të lirohen se janë çlirimtarët tanë. A mendon që i presin të gjitha, apo ka edhe tjerë? Ma mërmenja si i presin, ashta shumë, ata si nuk kanë gjak shqiptari nuk i presin. Vëlloj do dhe me emën e me mbjemen, po dalin po kërkujnë që këta mos më liru? Pak janë. Vjen shumë keq prej familjeve të tyne, si nashta edhe familja i kundërshtën, po janë ata që janë me gjak të prishur. Ose nuk janë gjak shqiptari. I kanë adënën me Obama, me siguri se dalin jashtë kufini. Qka pritet me ndodhë me 16 kuptimin, jo të vendimi, se vendim po besojmë i sholla, është lirus, po kjo pjesa tjetër mas vendimit. Qysh, a ka një organizim, për shumë, organizata, po, organizatat, degët edhe gjdo komunë do të ketë organizimet e veta, në bashkëpunim me Ovelën e Oqëkëselia qëndrore, do të morëm këshilli organizativ, do të bojmë qka është ma e mira, që t'i presëm që është në njërën më të mire dinitoze. Se lexova njën e kishë porosit një tepit koq prej aeroportit dhe në Prishtinë. Pasha e kini shtiri këto në pjesë të organizimit? Jo, na nuk e kemë ato në pjesë të organizimit. E falenderoj edhe ato se ka bon gjesti tina ose se kushton. Ka dhe kosto, me siguri. Do të sigurit i bon atë e saj. Mu ma mërmenja si të në digjove sot dikush ta si ka posë një aeroplan privat që të porositet nga Haga për t'i sjellë në Kosovë, donator ose një qytetar. Nuk më kujtohet emri, po do të delë edhe emri tina si... Qa ka bëjë qytetar? Do të pagun një aeroplan privat për mi prunë Kosovë. Po. Kush është taj? Apo s'mon shmekan? Nuk mëj me thonë emrin për moment. Se ke marrë konfirmimin e ti? Jo, se ko marrë. A ne ka pregadit, ka kështu? E ka pregadit. Aeroplan privat me i prunë komandantat në shpetë? E ndëgjova për Zotrit Lati, për Emin Latit, që dhe pak dojnë me kalzuame, se dhe mu ma kalzuame. Jo, Zotri Lati, e tha këto, edhe unë e përgëzoj ato për vullnetin si e ka marrë, edhe tonë popli është aj që ka mjetë edhe që ka një firmë vetën, që ka pak rezerva, sot i derë në fundin e tyne që këta të vinë, si është ma mirë që Kosova t'i pretë në atë mënyrën ma dinitoze. Qështë meritojnë? Qështë meritojnë. Ta njerëz meritojnë, jo me të petë kuqë, po me are mi aushtruën, pak është. Kështu po me ndonë ti, po insistoj apet në tonë që ju vërë gjithë po dojnë kështu, me hitin Facebook, me posë falutje. Ka, unë e tregova, këta janë, se di, a gudzaj më shprejnë në atë mënyrën si mund qenë bete odbasha, o cilë kanë dëshirë të kthehen, ata janë odbashet të cilët i kanë rritë fëmijët e vetë në atë frymen që të kthehet Serbia ende në Kosovë, se ju ka prish kumaria. Tash mendojnë si mi dënu krerët o që kësë, ju kthehet kumaria, ju kthehet... Jo dhe pju kalzojnë atyrin që Serbia në Kosovë. Nuk ka për të thyraja, se i kalon Adem Jasharit bete vetë. Unë të falenderoj shumë që ishe ti sot në emisionin frontal. Falenderit për ju e Zotrinoni. Falenderit e ju të ndëruar shikues që kënë qëndruar në emisionin frontal, të përjapim fond për sot.